17 tetor, ngriuni luftoni për vendin tuaj. Vazhdon lufta e presidentit Trump ndaj atyre që ai quan armiq politik. Ndaj Boltonit, një juri e madhe në Maryland ka ngritur akt pa di. Sot, ambasadori Bolton është paraqitur në gjykatë për të njohur me akuzat ndaj tij. Bolton do thoshte që Trump 2 po vepron si Stalini. Beria thoshte më tregoj njeriu, unë të tregoj krimin. Unë do të vazhdoj, thot ambasadori Bolton, të ekspozoj presidentin Trump, politikat e tij, dhe nuk friksohem nga akuzat, do të përballem me drejtësinë, unë jam i pafajshëm. Në qoftë se shikojmë akt padin që është bërë ndaj ish drejtorit të FBI-t dhe ish prokurores përgjithshme të New Yorkut, padia ndaj Boltonit është më e fortë. Ka më evidenca, më fakte. Me Kamin ishte vetëm 2 faqe, me ambasadorin Bolton është 26 faqe. Ka 18 akuza, ka ndodhur diçka e tillë. Gjatë kohës që ka qenë këshilltar i sigurisë kombëtare, me email ka dërguar te 2 pjesëtar të familjes së tij, potencialisht bashkëshortët me vajzën, nga ditari që mbante çdo ditë. Në qoftë se kjo është e vërtetë, FBI ka të drejtë të hetojë dhe juria mund ta vendosë edhe fajtor. Për çdo akuzë, dënimi shkon deri në 10 vjet me aktin e spionazhit. Në rastin e ish drejtorit të FBI-t, prokuroria që ka firmosur nuk ka përvojë fare, ka qenë avokate private e Trump, është në mënyrë të paligjshme emëruar në atë vend, nuk ka kaluar nga Senati. Në këtë rast kemi të bëjmë me prokuror profesional. Problemi është se ndaj zotit Bolton, Trump ka humbur një gjyq lidhur me botimin e librit të tij. Akuzat ishin që janë përdorur të dhëna sekrete të klasifikuara, por gjykatësi ka vendosur që libri të publikohej. Në intervistën që kisha përpara 10 ditëve, Bolton ma tha që Trump tha mjafton që librin ta botosh mbas zgjedhjeve. Përse po sillet zoti Trump në këtë mënyrë? Për Kamin, Leticia James ka shumë drejt. Kami është një drejtor FBI pothuajse i korruptuar sa Hoover, dhe korrupsioni i Kamit, ish drejtorit të FBI-t, i ka kushtuar Trump dhe familjes së tij $150 milion në përgjigje. Dini se si donin ta agropostin. Por lidhje me materialet sekrete në Mar-a-Lagos, kejsi ishte shumë i fortë. Trump mund dënoi, shpëtoi se i hyri ngar për president dhe nuk mund të dënosh dikë që është kandidat edhe pse u dënuar në New York me rekorde shfaqet si dënuar kriminal, por pa i dhënë sentencën për në burg. Problemet e tij nuk janë mbyllur, janë 2 gjyqe që nuk janë federale. Momentin, çastin që nuk është më president, sepse kjo që po ndodh sot hap kutinë e Pandorës. Natyrisht që Bolton është nga armiqt politik më të fortë zotit Trump. E ka kundërshtuar politikat e tij, por shpesh ka kaluar masën duke e portretizuar si idiot, narcisist, duke ditur shumë detaje sepse ka qenë 17 muaj këshilltar i sigurisë kombëtare me të. Ja u thash dhe dje, mënyra se si po qeveris Trump ndryshon tërësisht nga të paktën kohët moderne të presidentëve amerikanë. Bill O'Reilly do ta quante si mbret i arrogancës. Ndaj pati sukses në marrëveshjen e armëpushimit në Gaza, sepse edhe liderët e lindjes mesme që janë autoritar pëlqejnë një rol autoritari. Si ka mundësi që Trump 2, edhe pse autoritari thekshëm, të mos ketë asnjë kundërshti? Sepse klani Mitch McConnell në Senat është zhdukur. Janë rreth 8 ose 9 senatorë që janë kundër Trump, por nuk flasin sepse humbasin rizgjedhjen. Trump kontrollon magën. Trump nuk është konservator real amerikan si Bush, McCain dhe Bolton, është populist. Çasti është në favor të tij. Po ndryshon rendin botëror. Dhe në qoftë se arrin të ketë marrëveshje ekonomike dhe me Kinën,
Trump është i suksesshëm. Sot ka 2 ditë që shikoj që çmimi i benzinës po bie. Në qoftë se kjo ndodh, pra në qoftë se Trump fuqizon ekonominë, I don't care, as nuk duhet ja di askush nga amerikanët për Kamin, për James, ishte tonë CIA-s, Bolton, domethënë amerikani thjesht nuk don t'ja di, por elita, establishmenti, po. Përse është e lehtë që të marrësh aprovimin e jurisë madhe? Sepse prokurori vjen me një dosje të madhe dhe duhet 50+1, pra juria e madhe vendos që ka case për gjyqje apo jo. Dje juria e madhe ka dhënë aprovim të paktën për 7 ose 8 gjyqje në Maryland. Pra, radha. Prokurori ka ardhur me një dosje të madhe. Janë 8 akuza për transmetim materialesh sekrete përmes email-it dhe 10 akuza për ruajtjen e sekretit në mënyrë të gabuar. Për një antar jurie që mund të jetë hidraulik, elektricist, ndërtues, mësues, kjo mjafton. Në gjyq ndryshon situata. Në Amerikë nuk të dënon gjyqtari, të dënon juria. Juria është me 12 vet. Dhe juria duhet të votojë në mënyrë unanime, guilty or not guilty, fajtor ose i pafajshëm. Një avokat i mirë mjafton një nga antarët e jurisë të bind, case fitohet. Por Trump do që gjyqet vazhdojnë gjatë, si për Kamin dhe për botë, do t'i dëmtoj financiarisht. Mesatërisht një gjyqit për masave tilla me emra të tillë kërkon $1 milion, $2 milion për avokatët. Dhe kjo të dëmton. Kami do të shpenzojë nga paratë e tij. Bolton nga një super PAC të madh, aksion politik, që mbështet kongresmen e senator republikanë, dhe $60 milion në vit, mundet që mbrojtjen ta kryejë përmes super PAC-ut. Bolton është një person që ka 40 vjet në shërbim të qeverisë amerikane. Kjo nuk justifikon asgjë, askush nuk është sipër ligjit, por Bolton ka qenë nën sekretar shteti, asistent prokurori përgjithshëm në atë departament drejtësie që akuzon, ambasador dhe këshilltar i sigurisë kombëtare. Avokat, ka mbaruar Yale-in, është një nga skifterët e konservatorizmit amerikan. Unë për herë të parë kam njohur përmes Fox News. Vazhdon të jetë veprues në media të shumta, rreth 50 herë në Focus. Asnjëherë nuk ka thënë jo. Dhe herën e fundit tha që nuk mund të flas për çështjen, por unë mbaj kokën lart, nuk jam i friksuar, do të vazhdoj të ekspozoj Trumpin autoritar dhe gafat e tij në politikën e jashtme. Por Trump është tërësisht ndryshe, është atipik. Asgjë sipas diplomacisë skolastike, establishmentit, a do të jetë i suksesshëm deri në fund, a do të rvatet kupola ta ndaloj, ta spostoj, a do ta përfundoj mandatin e tij, janë enigma dhe dilema. Garancia e republikanëve është se shtëpia e bardhë, mendimi im, do të shkojë djathtas edhe me GD Vance. Me ndryshimin e hartave elektorale, synon që të marrin 10 deri në 12 karike në Kongres, dhe kjo do të bëjë që të mos humbiste as Kongresin. Hartat elektorale janë, çdo shtet ka forcën e tij për ti, po marrim Tiranën. Le të themi që Bathoria është demokrate tërësisht. Babruja po themi komuniste. Mënyra se ti e ndan zonën bën që të kesh epërsi. Pra, edhe në Bathore fut shumë nga pjesa tjetër dhe kjo të bën të jesh fitues. I ka bërë demokratët që të marrin shumë karrike se ç'duhet. Në qoftë se republikanët e kthejnë, është në gjykatën supreme kjo shtetit Luzianës, sepse janë bërë disa lojra elektorale për të favorizuar afrikan-amerikanët dhe të varfër siç thuhet. Trump vazhdon të ekzekutoj ato barkat e drogës që thotë ai nga Venezuela, ka ndodhur në Karaibe, këtë radhë ka bërë një ndryshim, nuk janë vrarë të gjithë, nuk dihet Pentagoni ju ka dhënë ndihmën apo i ka arrestuar. Do të shikohet, janë trafikant apo janë peshkatar. Natyrisht që është normale që në Shqipëri mos ta njohin situatën politike këtu.
është vështirë. Por mendimtarët më dhejnë flasin në mënyrë habitore. Nuk mund të ndodh ndaj Ramës ajo që ndodh ndaj Madurës. Pra qëtësia tapi zjarë të vras. Rama është kryeministër një vendi natës. Ndryshon tërësisht. Dhe në 2027, në qoftë se do të kryeministër, do të ftoj dhe Donin e Madh, Cezarin, në samitin e natës. Por vendi natës ishte edhe Turqia në Obamën. Dhe në atë grusht shteti avionët janë ngritur nga bazat amerikane. Ka kohë që presidenti nuk aprovon të haptas veprimet subversive të CIA-s. Këtë rast, Trump është investuar fort në Venezuelë. Këtu ka pasur një rol ambasadori Bolton mandatin e parë, se si kërkonin që të kryen në revolucion atje. Fillimisht Trump e dëgjoi Bolton, ishte afër përmbysjes, pastaj Trump u tërheq. Trumpi e ka këtë problem, mungesin e fokusit mesazh, ndërkohë që politikat dhe platformës 2025 janë të shkëlqyera për një të djathtë tradicionaliste nacionaliste. Fakt. E ndërsa media e majt vazhdon ta portretizojë si nazist, si fashist, si idiot, Trump synon që me lidhjet private të krijojë një realitet sipas mendjes tij. Ka pasur një bisedë gjatë telefonike me Putin dhe vazhdoni bën lajka ndaj tij, thot Putini më falenderoj shumë për marrëveshjen e paqes, nuk është marrëveshje e paqes, është pushim. Ende i but shumë me Putinin. 2 muaj sanksione ndaj tij, Putini merr të fund. Përse? Ambasadori Bolton më ka thënë që nuk ka rëndësi se çfarë ka Moska. Nuk besoj që ka qenë agent i tyre siç thuhet, por veprimet e tij janë të tilla që e favorizojnë Putinin. Ambasadori Bolton ka qenë në disa takime midis presidentit dhe Putinit. Nuk i ka thënë, nuk i ka shkruar në libër, këto janë sekrete, sekrete, por ai e di që pse Trump është aq i butë me Putin dhe me Erdogan. Politika jashtme në Amerikë është monopoli një elite të vogël. Masa e madhe se ka ide. Dhe nuk ka interes. Unë e besoj që shumica amerikanëve nuk e di ku bie në hartë Ukraina. Megjithatë miliarda dollar. Dikush më çonte një mesazh, bën një shkrim nga dikush në Boston, një krahasim midis sistemit të Obamas dhe Trump. Tani ti jemi realist, Obama ka qenë një intelektual që për një përmbysje të madhe duke ardhur si president afrikan-amerikan. Dhe ka 2 gjëra që unë e mbështes, domethënë qëndrimin e tij për martesat gay, dhe vetëm 5 minuta ka folur në telefon me Sorosin 8 vjet. Natyrisht që ishte i majt jo i qendrës si Bill Clintoni, ishte i majt i Kraut majt, si socialist demokrat amerikan se cilësojnë këtu, por në arenën ndërkombëtare kishte një mbështetje shumë të madhe. Ndaj dhe i dhanë Nobelin pa ndonjë merit. Dhe këtu Trump ka drejt, çfarë paqe bëri Obama. Her pas here jep deklarata politike, por në të shumtën ka një mendim pozitiv ndaj tij. Lidhja ti me Bush, Trump vazhdon e godet, sepse Trump në marketing është brillant. Ai do të mbaj magën. Maga, një nga arsyet kryesore që fitoi ishte se kandidati ishte Kamala Harris, nuk do të tolerojë më, është ajo masë e madhe të bardhëve që ndihen të persekutuar pikërisht nga politikat e majta absurde, wokizmi, DEI, që favorizojnë në mënyrë të padrejtë punësimin, arsimimin falas, strehimin të një grupi që është 10-12%. Maga 80% është me Trump. Është një pjesë e magës që ishin me Nikki Haley. Por Trump nuk ka problem se do të garoj përsëri për president, edhe pse thotë që unë do të rritet në 2028. Kushtetuta nuk e lejon. Por me të gjitha moshat. Gjithmonë
bëjmë një paralele që për ne, Shqipërinë, për çështjen shqiptare, për Ballkanin, a do të jetë zoti Trump më mirë se Biden? Biden nga qenë pro Kosovës gjatë gjithë karrierës tij politike, për mandatin si president, indiferent dhe mbi të gjitha administrata e tij toleroi një narkoshtet në Shqipëri, pra e dëmtoi shumë politikën shqiptare, personalisht mbase jo Biden, po Blinken and Company me njerëz si Yuri Kim, është një dëmtim që do të marrë kohë të rikuperohet. Departamenti Amerikan në rrugën është ndryshe, po ende janë bllokuar shumë emrime me shumë ngadalësi, edhe pse Senati ka ndryshuar mënyrën e aprovimit, disa ambasador kaluan në grup, përsëri presidenti Trump e ka vështirë të mbush që të trupa ambasadorëve, nga 200 ka kaluar vetëm 66. Edhe këtu ka prishur ekuilibrat, se 10-20% do të jenë politik, ata që bëjnë donacione mbi 1 milion, 5 milion dollar. Trump deri tani e ka 96% politik. Ende nuk kemi në Shqipëri ulje e nivelit. Në vendet me nivelet larta kaluan dhe më parë. Ne nuk jemi atje. Megjithatë, ajo që përfaqëson, që është e ngarkuar me punë, është përfaqëson zotin Trump, përfaqëson Shtëpinë e Bardhë, natyrisht urdhat i merr nga Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili është i hutuar, shpeshherë ka mungesë deklaratash, sepse nuk din se çfarë mendon Trump dhe Miller. Miller është personi më i fortë në Shtëpinë e Bardhë. Rubio ka 2 poste shumë të mëdha, sekretar shteti, këshilltar i sigurisë kombëtare, por realisht ministri i jashtëm, sekretar shteti është Witkoff, ndërtesa Xhiu. Por Trump tha që Rubio do të hyjë si sekretari i shtetit më i mirë të gjitha kohërave. Po i hap rruga i për president të ardhshëm. Rubio më shumë është si stabilizues. Në qoftë se J.D. Vance është si qenë kafshues, i përdorur nga Trump, Rubio është ai që stabilizon. Natyrisht është një post që nuk ka garanci. Rubio eliminoi shumë, që më vjen shumë mirë, Grinell, dikun, nuk ka më ndikim në politikën e jashtme të Trump, vazhdon si magazinieri Kennedy Center, por forcë sa për të mbështetur Vučić, Ramën dhe kundra Kurtit, fatkeqësisht ka. Edhe njëri u kujtoi atë që Washington Examiner e cilësoi presidentin kryeministin shqiptar si Norega. Ëndrat e Ramës për të kaluar në postin e Begaj duket sikur po marrin jetë, sulmet që po bëjnë dhe presidentit, Rama mund të shkojë të strehohet nga zyra e Mehmet Sheut tek zyra e Haxhilleshit, por kjo nuk e bën kurrë që të largohet nga mentaliteti i babait partisë tij, të cilin në mënyrë të paturpshme provokuese e futi në një seancë parlamenti për mbivlerësim. Nuk ishte rastësi. Shpresa tek një kongres i djathtë, senat i djathtë, ekziston. Por për çastin, politika e madhe amerikane është përqendruar në lidhjen e mesme, në Ukrainë, në Ballkan nuk ka zbritur ende. Duket se një kryq i madh për Vučić. Dhe kur kryqi vihet ndaj Vučić, është ndaj Ramës, i cili vazhdon të ndjehet i izoluar. Mos aprovimi i rezolutës për genocidin serb është gafa më e madhe politike e tij. Natyrisht të kthen pas tek Enver Hoxha, i cili në takimin e parë me të dërguarin amerikan në Shqipëri, Henderson thoshte ne nuk po flasim për Kosovën. Ajo do të rinë në Jugosllavinë. Historia vazhdon. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.